Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria e Maqedonisë së Veriut me propozim të komitetit drejtues mori vendim për shpalljen e gjendjes së krizës në komunën e Gostivarit për një periudhë 30 ditore. Duke qenë se vetë qeverisja lokale nuk është në gjendje të përballet me situatën e krijuar në komunën e Gostivarit siç thuhet në komunikat, qeveria mori këtë vendim me qëllim të koordinimit më të shpejtë të institucioneve, rikthimit në funksion të sistemit të furnizimit me ujë dhe sigurimit të ujit të pishëm për qytetarët në afatin sa më të shkurtër. Njëkohësisht qeveria pret që Prokuroria Publike të zhvillojë një hetim të detajuar dhe të zbardhë rastin plotësisht, duke theksuar se duhet të ketë përgjegjësi për secilin që ka rrezikuar shëndetin dhe jetën e qytetarëve të Gostivarit. Ulet fluksi pacientëve të rinj të kontrolluar në spitalin dhe qendrën shëndetësore të Gostivarit të dyshuar me helmim. Sipas tyre, në mënyrë deri më tani në spitalin e përgjithshëm të Gostivarit janë trajtuar rreth 1500 pacientë, ndërsa në qendrën shëndetësore të Gostivarit rreth 1300 të tjerë. Gjithashtu janë kryer 81 anketa epidemiologjike. Sa i përket trendit ditor të pacientëve të rinj, të dhënat tregojnë se janë vënë gjithsej 564 pacientë të rinj në spital dhe në qendrën shëndetësore që paraqet ulje krahasuar në ditën paraprake. Ende nuk rekomandohet përdorimi i ujit në Gostivar pas helmimit masiv popullatës. Komuna e Gostivarit njofton se shtabi i krizës në nivel qendror dhe lokal, së bashku me ndërmarrjen publike ujësjelljes dhe kanalizime në Shkup po punojnë në terren për normalizimin e gjendjes. Nga komuna bën thirrje që qytetarët informohen vetëm përmes burimeve zyrtare dhe të mos u besojnë informatave të paverifikuara që qarkullojnë në rrjetet sociale. Sipas njoftimit për çdo zhvillim të ri publiku, do të informohet në kohë, përfshirë rezultatet e analizave të cilësisë së ujit dhe gjendjen e sistemit furnizimit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut është në pritje të nxjerrjes së plot përpara përgjegjësisë së rastit të helmimit të popullatës në Gostivar. Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Muhamet Hoxha deklaroi se rasti i ndotjes së rrjetit të ujësjellësit në Gostivar është një incident serioz i cili ka rrezikuar drejt për drejt shëndetin e mirë të qytetarëve. Është e rëndësishme që qytetarët të dinë dhe cilat janë kompetencat e përcaktuara me ligj. Furnizimi me ujë të pishëm, mirëmbajtja e sistemeve të ujësjellësit, grumbullimi dhe trajtimi i ujrave të zeza janë kompetencë e komunave dhe ndërmarrjeve publike komunale. Pushteti lokal, të nderuar, është linja e parë e përgjegjësisë për funksionimin e sigurt të këtyre sistemeve, si dhe për vendosjen dhe mbrojtjen e zonave sanitare mbrojtëse rreth burimit të ujit. Prokuroria Themelore Publike Gostivarit Maqedoninë e Veriut publikon të dhënat për helmim masiv të popullatës. Sipas të dhënave zyrtare, shkak për ngjarjen e rënd është bërë futja e ujit të ndotur me fekale dhe baktere nga një kanal i hapur në sistemin e mbyllur të ujit të pishëm. Si përgjegjës për këtë ngjarje janë arrestuar ushtruesit e detyrës së drejtoreshës së ndërmarrjes publike komunale në Gostivar, udhëhesi teknik i sektorit për punë teknike dhe udhëhesi departamentit për ujësjelljes, kanalizime dhe punë ndërtimore. Sipas prokurorisë, më 25 qershor drejtuesi e dyshuar u kanë dhënë urdhër punonjësve të vendosin 3 pompa zhytëse në një kanal me një ujë sipërfaqësor pranë dhomës së tej mbushjes së rezervuarit të ujit të pishëm me arsyetimin se po testonin presionin. Për pasojë është shkaktuar përzierja dhe futja e substancave të dëmshme në tubin kryesor që furnizon me ujë të pishëm gjithë komunën e Gostivarit dhe një pjesë të fshatrave përreth. Arrestohet drejtoresha e ndërmarrjes publike komunales në Gostivar Artana Hasani. Bashkë me të, sipas informacioneve, janë arrestuar 2 bashkëpunëtor, drejtori teknik Leon Nuredini dhe përgjegjësi i ujësjellësit Valedin Dervishi. Shkak janë bërë hetimet për ndotjen e ujit të pishëm. Rezultatet e analizave të ujit në Gostivar të kryera nga Instituti i Shëndetit Publik do t'i dërgohen Prokurorisë Publike, njoftoi drejtoresa e ISHP-s Maria Andonovska në një konferencë për mediat. Ndërsa kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Meskovski kërkon që kreu i Gostivarit dhe gjithë zinxhiri përgjegjës të mbajnë përgjegjësi morale për helmimin e qytetarëve. Kryetari i komunës së Gostivarit Valvon Limani ka bërë të ditur se pas takimit me drejtoreshën e personat përgjegjës në ndërmarrjen publike është vendosur që ata që kanë rol në menaxhimin e ndërmarrjes për momentin të mos i kryejnë detyrat e tyre. Ai theksoi se gjatë ditës pritet të publikojë rezultatet përfundimtare të analizave, ndërsa apeloi që të mos nxirren përfundime të parakohshme dhe të mos fajsohet askush pa u vërtetuar përgjegjësia. Është biseduar me drejtoreshën dhe me gjithë ata që kanë rol në ndërmarrjen publike. Për momentin nuk do t'i kryejnë detyrat e tyre, deklaroi Valvon Limani. Me daljen e rezultateve, menjëherë do të fillon edhe intervenimi i pastrimit dhe dezinfektimit të gjithë rrjetit të ujësjellësit të qytetit tonë. Do të merren mostra të rregullta dhe të shpeshta, me të vetmin qëllim që në bashkëpunim me të gjithë institucionet relevante sa më shpejt t'ju sigurojmë ujë për përdorim për shfrytëzim të përditshëm qytetarëve tanë.
Alianca për shqiptarë vlerëson se rezultatet e fundit të analizave mikrobiologjike të ujit nga 4 pika në Gostivar tregojnë se situata po shkon drejt stabilizimit. Alianca vlerëson se nuk duhet të shpejtojmë në gjykime, etiketime dhe akuza pa përfunduar puna profesionale e institucioneve. Ajo kërkoi të ndërpritet gjua ofenduese dhe përçarëse me arsyetimin se shëndeti publik nuk mund të shfrytëzohet për përplasje politike. Në reagim vlerësohet gjithashtu si e rëndësishme përfshirja dhe mbështetja e qeverisë dhe institucioneve qendrore në tejkalimin e situatës. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon drejtimin e qytetit të Shkupit për shkelje rregullores duke cënuar legjitimitetin e procesit ligjvënës. Nga BDI thonë se qyteti i Shkupit ka shkelur 2 herë brenda një dite detyrimi ligjor për përdorimin e gjuhës shqipe. Sipas BDI-s, Shkupi është qytet dygjuhësh dhe institucionet e tij kanë detyrim të qartë ligjor që shqipja të përdoret në komunikimin zyrtar. Aktualitet. Të paktën 10 të lënduar gjastujisë së paralajmëruar në Maqedoninë e Veriut. Pasojat më të mëdha u regjistruan në zonën e sektorit në Shkup. Krahas asaj janë të dëmtuara 117 automjete pasagjerësh, 35 çati, 189 pemë të rrëzuara, 7 semaforë të dëmtuar dhe 5 zjarre. Dëme u regjistruan dhe në objektet e prokurisë publike për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit. Në kompleksin Vili Vodno, në bazën policore të aeroportit Petrovec, në ndërtesën Novi Makedonia si dhe në objektet e Ministrisë së Financave, Ministrisë së Bujqësisë dhe Prokurorisë Publike. Në Kumanov u raportuan 9 automjete dëmtuara dhe 3 çati, ndërsa 5 raste u regjistruan në Tetov, 3 automjete të dëmtuara dhe 2 struktura çatie të dëmtuara. Në Veles u regjistruan 2 automjete të dëmtuara për shkak të pemëve të rrëzuara, ndërsa në Shtip u raportuan 14 makina të dëmtuara dhe 6 çati. Kryetari i komunës së Çajirit në Maqedoninë e Veriut, Izet Mexhiti, njoftoi se janë vlerësuar dëmet që shkaktoi stuhia në Shkup. Mexhiti u shpreh se bashkë me qytetin e Shkupit do të vinë në ndihmë qytetarëve. Ballafaqur me situatën në ato momente kur qenë në komunë. Menjëherë domethënë kemi mbledh shtabin e emergjencës. Jemi ballafaqur me situatën, fatmirësisht nuk ka dëme në njerëz. Çajiri nëse krahasohet me komuna tjera të Shkupit, nuk mund të them që është komuna më e dëmtuar. Domethënë ka komuna shumë më dëmtuara, Karkoshi, Qendra, Aerodromi, zi tjera. Duhet falenderoj publikisht edhe punëtorët e ndërmarrjes publike të Çajirit, edhe zjarrfiksat në veçanti, të cilët kanë ardhur edhe pas orarit të punës, nuk kanë qenë në detyrë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Istra Mickovski, premton dëshpërblime pas stuhisë së fuqishme që goditi Shkupin. Mickovski falenderoi ekipet përgjegjëse për reagimin dhe theksoi se dëmet do të vlerësohen, ndërsa kompensimi do të bëhet në përputhje me ligjin dhe praktikën e mëparshme nga institucionet kompetente. Kjo qeveri kur nuk i ka lënë qytetarët të përballen vet, falenderoi institucionet dhe kryetarët e komunave të cilët më njëherë pas stuhisë epike që goditi Shkupin, dolën në terren dhe vlerësuan dëmet së bashku me institucionet nën kompetencën e tyre, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Istra Mickovski. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.